Gati për prime, Toni dhe Dolce, cifti përsosur para kamerave në shtëpinë e Big Brother Kosova, momentet para primeit janë gjithmonë të mbushura me emocion, rregullim dhe një dozë të veçantë tensioni dhe pritjeje. Të gjithë banorët po përgatiteshin me kujdes, duke zgjedhur veshjet më të bukura, duke i rregulluar flokët dhe duke u siguruar që çdo detaj të ishte perfekt për publikun. Atmosfera ishte e ngarkuar me emocion dhe shpresë për të dhuruar një mbrëmje të paharrueshme. Në këtë mbrëmje, cifti veçantë që spikati ishte Toni dhe Dolce. Ata po pozonin para kamerave me një elegancë dhe harmoni që tërhiqte vëmendjen e të gjithëve. Toni, duke treguar një gjest romantik dhe të bukur, u ul në gjunjë përpara Dolces dhe i puthi dorën me respekt dhe dashuri. Ishte një moment i sinqert, i bukur dhe i paparashikueshëm, që e bëri publikun të ndjejë një lidhje të fortë dhe një emocion të vërtet midis tyre. Të gjithë banorët të veshur bukur, me stil dhe rregulluar deri në detaje, dukeshin si superhyje, të përgatitur për një natë që do të mbahej mend gjallë. Flokët e shkëlqenin, rrobat e zgjedhura me kujdes dhe buzëqeshjet e tyre plot vetbesim krijuan një atmosferë glamuroze dhe festive. Çdo detaj tregonte se primei nuk ishte vetëm një transmetim televiziv, por edhe një mundësi për të treguar personalitetin dhe stilin e banorëve. Ky moment i Tonit dhe Dolces nuk ishte thjesht një foto për kamerat, ishte një akt i vërtet romantik dhe i ndjerë, që nxori në pa lidhjen e tyre dhe respektin që ndajnë mes tyre. Publiku vuri re sinqeritetin dhe harmonien midis tyre, duke e bërë çiftin të duket perfekt dhe të paharrueshëm për këtë episod. Në fund, kjo natë para primeit tregoi se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë dhe strategji, por edhe emocione të sinqerta, elegancë dhe momente që nxjerrin në pa anën më të bukur të banorëve. Toni dhe Dolce u shndërruan në simbol të bukurisë, dashurisë dhe harmonisë, duke treguar se edhe brenda një ambienti të mbushur me konkurrencë,